Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, pas një momenti që më erdhën vrull mesazhe. Tiron, një zar fizik ka hyrë në shtëpi dhe është përjashtuar Selin Bollati. Në rregull, këtë lajm e nxori edhe produksioni i Big Brotherit, do të thënë në Instagram, që Selin Bollati është përjashtuar nga Big Brother. Do me thënë është përjashtuar, që nuk kupton, këto terme kam thënë janë terme shumë të rëndësishme, ka thyer ligjet. Por e vërteta si qëndron e këtij përjashtimi. E vërteta e përjashtimit është që Selin nuk është përjashtuar kur. Selin Bollati është pjesë e platformës Big Brother dhe pjesë e asaj shtëpie. Por është dita e 1 prillit, dita e gënjeshtrave, dhe normalisht vllau i madh dëshiron që t'i sfidon publikun kush e kap dhe kush nuk e kap. Selina është si kokra e mollës, ashtu siç e thotë ajo vetë, qëndron brenda në shtëpi, është në gjendjen më të mirë të saj shpirtërore dhe në gjendjen më të mirë të saj për të luftuar dhe për të bërë dinamika interesante, por duke qenë një banore protagoniste dhe duke qenë një banore shumë e rëndësishme, do me thënë tek publiku, duke patur një fanbase të gjerë, të cilët e ndjekin, e duan, e mbështesin, produksioni përzjodhi Selinën që ta bën këtë sfidën, që Selina është përjashtuar nga loja, do me thënë është përjashtuar nga gara, që Selina ka thyer rregullat, por jo, në të vërtetë është thjesht një gënjeshtër, një prank që produksioni është duke bërë me të gjithë shqiptarët për ditën e 1 prillit. Sot jemi në ditën e 1 prillit, është dita e gënjeshtrave, është dita e mashtrimeve dhe realisht produksioni përzjodhi me shqiptarët që të nxjerrin Selin. Tani lidhet pak si muhabet sepse mbrëm gjatë orëve të vona të natës, Selin ishte duke qëndruar në verandë me shëndritin dhe po flisnin për jetën e tyre, për origjinat e tyre, nga ku i kanë familjet, me çfarë merren prindërit, etj. Dhe Selin tha në qoftë se zgjatet ky Big Brother deri më datën 25, do me thënë është finalja, çfarë do të bëjmë, edhe 1 muaj këtu jam mërzitur, mezi pres që të dal nga kjo shtëpi dhe të shoh pak jetë. Ndërlidhet me atë që do me thënë sot produksioni e ka bërë, por jo, që të qetësojmë të gjithë fansa, do me thënë, të Selinës, të gjithë ndjekësit. Selina është në gjendje shumë të mirë, po kalon ditë shumë të bukura dhe do me thënë nuk ka asnjë gjë që ka të bëjë rreth këtij lajmi, të cilin e ka publikuar në fakt vetë produksioni. Selina është pjesë e shtëpisë dhe sonte do të jetë, besoj, e bukur, glamur si gjithmonë në Prime. Selina jonë e dashur. Është data 1 prill dhe është dita e gënjeshtrave. Mos besoni një lajm të tillë.